Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku është mbështetur në prova e fakte e se parlamenti duhet votojë pro. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama bëri qartë se mazhoranca nuk do të lejojë arrestimin e Belinda Ballukut, pasi SPAK-u sipas tij nuk ka prova, Gazmend Bardhi deklaroi se kryesocialisti Edi Rama nuk dëshiron të shohë provat e prokurorisë posaçme. Vendimi për të bllokuar kërkesën e SPAK nuk u morë sepse provat ishin të dobta, por sepse provat të çojnë herët apo vonë tek vetë Edi Rama. Edhe sikur dosja e SPAK të kishte jo 16.000 faqe, por 166.000 faqe prova, Edi Rama do të kishte marrë të njëjtin vendim. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi solli si shembull transkriptin e një përgjimi, duke theksuar se SPAK-u ka prova që dëshmitarët janë kërcënuar nga grupe kriminale që veprojnë në qarkun e Fierit. Një gënjeshtër tjetër që transkripti i përgjimeve me cilën prokuria dokumenton ushtrimin e presionit përmes grupeve kriminale, dhe po e them për herë të parë, bëhet fjalë për grupe kriminale që veprojnë në qarkun e Fierit, sipas përgjimeve të prokurorisë. Atje ku Edi Rama ka caktuar si drejtuese politike Belinda Ballukun. Dhe nuk e kanë bërë për të mbrojtur Belinda Ballukun, e kanë bërë për të mbrojtur paktin mafioz që kanë bërë me pushtetin e Belinda Ballukut. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e deputetët demokrat në Këshillin e Mandateve kanë hartuar një raport ku i rekomandojnë parlamentit të votojë pro kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku.